Dritarin e mesditës me zhvillimet kryesore, Jarmarbër Maltezi, dhëndri ish kryeministrit Sali Berisha, kishte dorëzuar një tjetër kërkesë në gjykatën e posaçme për lirim nga izolimi shtëpiak. Lidhemi me kolegun Armand Bajrami. Armand, përshëndetje, çfarë ka ndodhur sot? Aurora, dhëndri i ish kryeministri Sali Berisha, Jarmarbër Maltezi, i cili është po ashtu i pandehur në dosjen Partizani, bëri ditën e sotme përpjekjen e radhës për të liruar nga arresti shtëpiak. Një masë sigurie në të cilën qëndron prej më shumë se 18 muajsh. Në seancën e zhvilluar ditën e sotme, nga e njëjta treshe gjykuese që do të shqyrtoj edhe në themel dosjen Partizani, pra nga një treshe e kryesuar nga gjyqtarja Elsa Ulliri dhe me antar gjyqtarët Rudina Palloj dhe Bib Ndreca, paraqiti përmes avokatëve të mbrojtës një kërkesë për shfuqizimin e masës sigurisë. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, ku vetë zoti Maltezi nuk ishte i pranishëm, por përfaqësohej nga dy avokatë mbrojtës, prej këtyre të fundit u kërkua shfuqizimi i masës sigurisë së dhënë ndaj klientit tyre me pretendimin se dosja ka kaluar tashmë për gjykim, se klienti i tyre nuk ka mundësi dhe nuk rrezikon të dëmtojë provat dhe po ashtu koha e gjatë i qëndrimit dhe e zbatimit me rigorozitet prej tij e masës sigurisë arrest në shtëpi përbën kushtet e nevojshme ligjore që ai të lehtësohet dhe të zbutet kjo masë sigurie. Por në të njëjtën seancë, ditën e sotme nuk pati një vendim përfundimtar sa i takon pranimit ose rrëzimit të kësaj kërkese, kjo për faktin se vetë gjykata kërkoi kohë dhe shtyu seancën për në datë 30 qershor me qëllim që të administronte një vendim gjyqësor të mëhershëm, të një përpjekje të mëhershme të Jarmarbër Maltezit për të liruar nga arresti shtëpiak dhe për të administruar për kohën fizike që nevojitej për administrimin si provë të këtij vendimi. Seanca u vlerësua të ndërpritej dhe të shtyhej për në 30 qershor. Por nga ana tjetër, në të njëjtën datë, pra po në 30 qershor, Jarmarbër Maltezi do duhet vinë në gjykatën e posaçme, jo vetëm për llogaritë të kësaj kërkese të tij për liri, por njëkohësisht edhe për nisjen e procesit gjyqësor të shqyrtimit të dosjes Partizani, ku Maltezi është i bashkëpandehur në të njëjtën tavolinë të akuzuarve me vjerrin e tij kryeministër Sali Berisha, por njëkohësisht edhe biznesmenët Fatmir Bektashi, Gjimi Begeja, financiere Nandja Pustina, si edhe tre shoqëri tregtare në cilësinë e personit juridik si të pandehur në këtë proces. Në dosjen Partizani, Jarmarbër Maltezi akuzohet për korrupsion dhe pastrim të parave dhe tashmë në 30 qershor, përveç nisjes së procesit të gjykimit ndaj tij në thamel, gjykata do të shprehet me sa duket edhe sa i takon kërkesës për zbutje ose jo të masës sigurisë ndaj tij. Dhe në fund, Aurora, dua të theksoj faktin që kjo jo më kote nënvizova si një përpjekje e radhës, pasi në vimësi Jarmarbër Maltezi pas një qëndrimi prej thuajse një muaji në masë siguri ekstreme të arrestit në burg, pra nga tetori deri në nëntor të vitit 2023, më pas nga nëntori 2023 dhe deri ditën e sotme ai vijon të vuajë masën e sigurisë arrest në shtëpi. Dhe në vijimësi ai ka bërë përpjekje ligjore për të shfuqizuar këtë masë sigurie në shkallën e parë gjykatës posaçme, në apel, edhe në gjykatën e lartë, por në gjitha rastet e mëparshme, në më shumë se një herë, të treja shkallët e gjykimit i kanë dhënë atij një përgjigje negative, duke lënë të pandryshuar masën e sigurisë arrest në shtëpi. Armand Bajrami, të falenderoj për gjitha informacionet.